Vllau im I dashur Ferit, I nderuar Ministër Hoxha, mirë se erdhe në Republikën e Kosovës. Faleminderit shumë për vizitën tuaj në shtetin ton. Të nderuar ambasador Mala Jedurmishit, të nderuar gazetarë, faleminderit që po e përcjellni këtë konferencë dhe në përgjithësi vizitën e ministrit të jashtëm të Republikës së Shqipërisë. Unë pata kënaqësinë që sot ta takoj Feridin dhe në këtë vizitë të tij të parë zyrtare në Republikën e Kosovës. Takimet tona gjithmonë janë vllazërore, s'pari. Takimet tona janë të rregullta dhe të përhershme. Me shtetin shqiptar ne kemi komunikim të vazhdueshëm lidhur me objektivat tona të përbashkëta shtetërore e kombëtare. Të koordinosh politikën e jashtme mes dy shteteve si Kosova dhe Shqipëria është gjëja më e lehtë, sepse ne përfaqësojmë interesat e të njëjtit këmbë, prandaj edhe politika jonë e jashtme është një politikë e jashtme unike. Orientimet strategjike ka vlerat perëndimore dhe rruga euro-atlantike është përcaktim I kombit shqiptar dhe në këtë rrugtim vendet tona janë gjithmonë për krah njëra tjetrës. E shfrytëzoj rastin ta përgëzoj ministrin Hoxha për arritjet e Shqipërisë në procesin e integrimit drejt bashkimit evropian. Tash në ditët e sotme situata ka ndryshuar prej 10 viteve më përpara, pikërisht për shkak të transformimeve të mëdha të Republikës së Shqipërisë, të gjithë zyrtarët edhe evropian, të cilët po I takoj edhe vetë, po thonë që Shqipëria është e dyta në radhë për antarësim në bashkimin evropian. Kjo është një arritje shumë e madhe, zoti ministër, të përgëzoj edhe ty, sepse për shumë vite ke qenë edhe atje në kryeshtetin e bashkimit evropian dhe e ke bërë punën ashtu si është më së miri. Në këta hapa të fundit jemi besim plot që Shqipëria do të jetë antare e bashkimit evropian brenda 2 apo 3 vitesh. Kjo do të jetë një arritje historike, jo vetëm për Shqipërinë, po për gjithë kombin shqiptar, ashtu siç e kemi përshëndetur edhe siç ishte një hap gjigant edhe hyrja e Shqipërisë në NATO. Për Kosovën, antarësimi I Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të ishte përveç tjerash edhe një inspirim, por edhe një shans I madh përfitues në aspiratën tonë euro-integruese. Prandaj duke falendëruar ministrin Hoxha për këtë vizitë në Prishtinë, ju njoftoj se ne patëm rastin që të diskutojmë për një varg çështjesh në interesin tonë të përbashkët. Në këto kohë të paqëndrueshmërive globale, koordinimi mes shteteve tona është një domosdoshmëri jetike. Ne duhet ta promovojmë rolin tonë si faktor I stabilitetit në rajon. Krahas orientimit eurointegrues të shteteve të rajonit, antarësimi në NATO I shumicës së shteteve në rajonin ton, konkludojmë të gjithë që ka qenë faktori stabilitetit. Në këtë drejtim, I kërkova ministrit Hoxha mbështetjen e Shqipërisë për aspiratën ton për një afrim dhe antarësim më të shpejtuar të Kosovës në NATO. Kosova ka ndërtuar dhe po forcon kapacitetet e saj të mbrojtjes në përputhje me standardet e NATO-s dhe është e gatshme të bëhet pjesë e arkitekturës së sigurisë së kësaj aleance, jo vetëm për garantimin e paqes dhe stabilitetit në rajon, por edhe kudo në botë në mbështetje të vlerave demokratike dhe euroatlantike. Për Kosovën, mbështetja e Shqipërisë në procesin drejt bashkimit evropian është shumë e nevojshme, është shumë e rëndësishme. E falenderoj ministrin Hoxha që kjo po ndodh vazhdimisht, por gjithmonë është e mirëpritur edhe një dinamikë e re edhe nga ana jonë edhe nga ana e Shqipërisë. Shqipëria po e bën progresin e saj final drejt bashkimit evropian, por duhet të kërkojmë së bashku që edhe Kosovës t'i jepet një mundësi e tillë. Për ne është jetike, është marrja e pyetësorit nga ana e bashkimit evropian si edhe hapja e negociatave për antarësim në bashkimin evropian. Në një farë mënyrë, Shqipëria krahas avancimit të vet gjithmonë do t'i bie edhe barra që të jetë edhe zëri I Kosovës gjithmonë në këtë proces. Diaspora shqiptare në botë është një aset, është pasuria jona kombëtare
edhe është njëra prej platformave më të rëndësishme të politikës tonë të jashtme. Një pjesë e konsiderueshme e popullit shqiptar të Shqipërisë dhe të Kosovës vazhdon të jetojë jashtë atë vëut. Kosova dhe Shqipëria do të koordinohen më shumë në mbështetje të mërgatës shqiptare kudo nëpër botë. Ne jemi kombi gjuhës dhe kombi kulturës, prandaj mbështetja shtetërore për ruajtjen e identitetit është jetike për të ardhmen tonë kombëtare në dekadat që do të vinë. U zotuam po ashtu që bashkëpunimi ndërqeveritar do të intensifikohet në gjitha drejtimet dhe në gjithë sektorët. Ekonomitë tona po integrohen gjithnjë më shumë, ato gjithnjë më tepër po bëhen si një ekonomi kombëtare. Prandaj vazhdimi i projekteve strategjike siç është ndërtimi i hekurudhës Prishtinë, Gjakov, Shkodër, Durrës është infrastruktura që do t'ja jap një hovë tjetër bashkimit tonë, krahas rrugës së kombit, e cila tashmë ka hyrë në dekadën e dytë. Një kombi i duhet infrastruktura, ashtu që ai të jetë gjithnjë e më i bashkuar, sepse mobiliteti afron njerëz si dhe rrit në njëjtën kohë potencialin për zhvillim. Për te jabetarës, do të shkojmë edhe drejt unifikimit të sistemeve tona arsimore dhe plan programeve shkollore. Shkolla e përbashkët është baza e çdo integrimi tjetër kulturor, ekonomik dhe social. Shkolla do të prodhojë mendësinë e përbashkët shoqërore për të gjithë sektorët që do t'i ndërlidhim gjithnjë e më shumë. I dashur vëlla, Ferit, të falenderoj edhe një herë për këtë vizitë, e cila është historike në kuptimin që është e para juaja në këtë kapacitet, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme të Kosovës nga ana e Republikës së Shqipërisë. Jetë gjithmonë i mirëseardhur.